Muaji tetor na kujton se kujdesi për veten është dashuri dhe forcë, ndaj dhe studentët e Universitetit Fanoli në Korçë me zemër dhe ndjeshmëri përcjellin mesazhe ndërgjegjësimi për motrat dhe nënat tona. Ata bëjnë thirrje për guximin, dashurinë e kujdesin për njëri tjetrin e për jetën. Mbaje shëndetin në duart e tua. Vetkontroll, vizit, kujdes. 1 minutë për vetkontroll sot është e barabartë me një jetë të shpëtuar nesër. Mos prit simptomat, vepro tani. Kontrolli i hershëm shpëton jetë. Këngoja roz është një simbol, por forca jote është realitet. Çdo histori shprese nis me një hap të vogël drejt ndërgjegjësimit. Këto mesazhe janë ndarë për të kujtuar se jeta është e çmuar dhe çdo ditë vlen të jetohet me kujdes, dashuri e shpresë, ndaj dhe studentët kërkojnë nga nënat dhe motrat që të mos e lënë për nesër atë që mund të bëjnë sot, pasi një kontroll i vogël mund të shpëtojë jetën, një fjalë mbështetje mund të jap shpresë, e një gjest solidariteti mund të bëjë ndryshimin.